Jemi rikthyer për të vazhduar me një rubrik po ashtu shumë interesante. Bëhet fjalë për pasqyrën, të shihesh në pasqyrë. Thonë që vajzat rinë gjithkohës do kupar në pasqyrë dhe për ta admiruar veten ose për të parë çdo problematik që mund të kenë në portretin e tyre ose tek flokët. Por jo vetëm vajzat shihen në pasqyrë, edhe djemt dhe burrat. Ndaj sot ne kemi ftuar për këtë rubrik parukerin dhe stilistin e flokëve Ani Hida, i cili do të vi shoqëruar nga modeli Amarildo për ta demonstruar, për ta treguar më shumë për stilimet e flokëve. Hajde Ani, mirë se vjen. Mirë se vjeta. Mirë se vjen, bashkë me Amarildo. Hajde. Ne bashkë do të flasim shumë mirë. Do flasim për stilimet tek flokët e djemve. Sot kemi modelin Amarildo, i cili ka një tipologji flokësh kachurela. Pra ne sot jemi bërë 3 kachurel sakt. 3 kachurel sakt. Do thoni ju se kachurel, sepse Ani është një ish kachurel. Tani është në tentativ, po. Ishte një batut kjo. Kalojmë tek hapësira e dedikuar për të shihesh në pasqyrë, ku do të demonstrohet gjithashtu edhe një stilim për flok kachurel. Eksakt. Atëherë, po, më thuaj, Ani. Sot do shkojmë të krijojmë një hije të mesme, një hije medium të mesme, dhe një stilim kachurel për flokët sipër. Do të prejmë, do të stilojmë. Duke pasur. Është më vështirë të kujdesesh për flok kachurel se sa për flok me tipologji normale? Është më vështirë, më e veçantë. Duhet të përdorësh produktin korrekt. Do më shumë profesionalizëm. Do më shumë profesionalizëm. Po edhe klienti në shtëpi dhe djali në shtëpi duhet të përdori në mënyrë korrekte dhe instrumentin e tharjes. Në përgjithësi i jep edhe sugjerime, i ndihmon me disa këshilla për të realizuar edhe vetë kushte shtëpie. Patjetër, sepse objektivi jonë, objektivi parë është që të krijojmë një stil ku klienti mund ta replikojë në shtëpi pa probleme. Tani, me që se jemi tek flokët kachurel, unë kam vënë re së fundmi që flokët kachurel tek djemt janë bërë dhe si trend. Ka edhe nga ata që nuk i kanë flokët e tyre natural kachurel, po i bëjnë disa në mënyrë permanente, pra me metodat caktuara. Disa pastaj nuk e di se si i bëjnë, po i bëjnë i risin në gjatësit mjaftueshme që të kenë atë tendencë. Që të bëjnë permanente, si që bëjnë ke vajza, bëjnë dhe ke djent, po. Edhe vazhdon të jetë, apo jo, si tip trendi? Po. Sidomos me sa kam vënë re, tek djemt që kanë filluar të kenë rënje flokësh dhe për ta kamufluar, bëjnë të rritjen, edhe bëhet floku... Nuk është e nevojshme, derisa të jetë domosdoshme pjesa e mbjelljes, një pjesë e mirë bëjnë dhe këtë pjesën. Për të mbuluar pak. Ndaj, ne i kemi dedikuar ndër të tjera edhe këtë hapësirë prerjes dhe stilimeve të flokëve kachurel tek djemt dhe tek burrat. Tërë ti ke filluar? Tani kemi filluar me bërë një hije që është bazike tek çdo lloj. Që është bazike tek çdo lloj prerje çunash. Ke djemt, sepse keni parasysh që djemt zëra kryesore ku na jep më shumë bezdiesh pjesa ke veshët. Ne sistemojmë këtë zonë këtu, jemi okej. Mbarojmë. Pastaj sipër është çdo gjë plus. Tani djemt me flok pak më të gjatë dhe me kachurel duhet të kenë një përkujdesi edhe për gjatë gjumit që flokët në mëngjes të mos pra produkti që përdorin ose apo? Jo, gjatë gjumit... Që do më dhe mund të flenë si të duha. Mund të flenë si të kesh dëshirë pa problem. Oke, dhe zionë në mëgjes me gjithat kachurela. Kemi produkte sot e kësaj dite që sistemojnë çdo gjë. E kuptojmë. Tani, po vazhdojmë me pjesën e stilimit. Po. Sa minuta zgjat normalisht një stilimi plot? Varet gjithmonë nga stilimi, po ke 10-15 minuta nëse do të bëjmë diçka që tjetë. Kur ishim në Prapasken dhe po bëja një bisedë të shkurtër për të njohur pak me dy djemt, me Anin edhe me Amarildo, i thash Amarildos, po ti Amarildo pse le flokët të rritën edhe pak që të bëj demonstrimi i plot, sepse është pak më e vështirë për të kuptuar pjesa e stilimit, se Amarildo i ka deri diku
të stiluara, le të themi, prerjen e ka normale, por ne përpiqemi të bëjmë një ndryshim sa do pak të ndjeshëm. Po. Atëherë, stili Marildos duket sikur që është normal, është gati një prerje e të ekzekutuar, po këtu është vjen pjesa më e vështirë, sepse të bësh një modifikim ke një flok kaq të shkurtër dhe ta krijosh një stilim kaçurel është shumë më e vështirë se sa ke një flok i gjatë. Normalisht kaçureli do gjatësinë e tij. Do gjatësi. Po ne do krijojmë kaçurelin ke floku i Amarildos. Deri vazhdohet me prerjen. Unë që jam super kurioze, edhe që do e shoh. Atëherë, ti po vazhdon me prerjen e kaçurelave. Po. Kishin të i gjë me kaçurelat e tua? Se nga që provova. Më mungojnë, ka disa ditë që më mungojnë. Kur shikoj pasyrë, shifën pasyrë dhe më mungojnë. I ke pas mbajtur e ti kaçurela? Po, ka qenë i vogël me vërtet. Djemve që e kanë kompleks, nuk i mbajnë kaçurela. I presin. Apo ti mbaje? Ne po bënim shaka përpara, po me vërtet kur ka qenë i vogël ka pas vogël kaçurela. Tani janë vetëm ke fotot, por... Tani jam shekur. Shiko, po lexoja për disa studime për pjesën e meshkujve që shihen në pasqyrë. Dhe thuaj në studime që së fundmi kanë filluar shihen më shumë meshkujt pasqyrë se më parë. Ti sa herë shihesh pasqyrë gjatë ditës? Ma, unë sa herë unë shifem gati 8 orë në ditë. 8 orë? 8 orë. Ka shumë? Po jam gjithë ditë në punë. Nga që je para pasqyrës? E ka para pasqyrës. Edhe pasqyrë ja hedh sytë vetes, ë? Kur shkoj në shtëpi nuk kam pasqyrë. Po 8 orë që e ke parë? E di përmeq veten time, e njoh. 8 orë të aprit ndryshoj i qikë. Ndryshoj pak. Po, beson që djemët kanë filluar... Shumë. Dhe kur themi shien më gjatë pasqyrë, edhe e kemi në kontekstin që kujdesen goxha më shumë për veten e tyre dhe duan t'jenë gjatë gjithë kohës në formën e tyre më të mirë. Jo, sot e këse ditë të djemët kalin shumë kohë para pasqyrës. Për veshjen, për stilimin e flokëve, për make-upin. Edhe për make-up? Po, normale. Ka ndryshuar stili. Që ka... Si thuet, si mu të them shqip... Për make-upin po thua për make-up? Make-up, abitudin si mu të them shqip, fali. Make-upin? Make-upin. Pudrosja? Po. Se s'dim terma më të thjeshtë. Pra, kam filluar edhe këto element të ndryshoj zakonet e vetë. Mirë, tek një pjesë e çunave që... Po, jo tek të gjithë. Jo, logjik. Por që të gjithë kanë filluar shihen pak më shumë në pasqyrë, kjo është e vërtet. Ti Amarildo, s'na the? Ka mikrofon Amarildo dëgjoj? Ka, po. Ti Amarildo, sa herë mund të shihesh në pasqyrë gjatë ditës për shembull? Edhe unë gjithë ditën. Gjithë ditën. Më pëlqen sinqeriteti i djemve, e mira është të jemi të sinqert. Domethënë nuk ka asnjë problem të shihesh pasqyrë, të falenderosh Zotin për atë që je dhe që rastisht të shohësh në pasqyrë. Atëherë rikthehemi përsëri tek pjesa e stilimit, tani jemi tek pjesa e badlukës. Po. Tash ti mbaruam me gjatësinë, do shkojmë të krijojmë kaçurelin. Iku kaçureli për një moment. Tu hapet një botë kjo mitologjia e kaçurelit, sepse ka disa që thonë bëhet në një mënyrë, disa në një mënyrë tjetër. Mu them gjithse ku çdo berber ka teknikat e veta dhe propozon teknikat e veta, në bazë eksperiencës tjetër. Sa shpesh stilohet, bëhet prerja për flokun kaçurel? Atëherë, se do që floku të ri gjithmonë, jo me i pastër, i bukur dhe kaçurel, paktën një herë çdo 20 ditë duhet shkosh ta sistemosh, jo ta presh. Ta sistemosh. Që të jetë edhe që ti heqësh atë pjesën e djegur gati që... Për të hequr majat, si shtemi ne. Për të heqësh majat, po. Po pjesa e lyerjes ndikon tek floku kaçurel? Këtu e kam fjalën qoftë për djemt që për vajzat që... Po, se kemi një flok të lyer, është flok më i plotë dhe kështu kjo do të thotë që kaçureli del akoma më i bukur, më i pastër. Edhe kur është dekoloruar? Dekoloruar o koloruar?
Okej. Unë thash, më kuptova dekolorimi. Do më thënë, se ne e quajmë ndonjëherë lyrë edhe kur dekolorohet. Jo, okej. Jo, dekolorimi, kur neve shkojmë me bërë një efekt të bardhë, ajo është e dëmton, sigurisht, e dëmton dhe kjo indikon në mënyrë negative ke floku. E vërtet. Kështu që duhet pasur kujdes për këdo që do t'i mbaj kaçurelat e shëndetshme, që dekolorimi është i dëmshëm. Jo, është i dëmshëm në atë rast. Po pra, për pjesën e kaçurelat, që humbasin kaçurelat. Po, vazhdojmë me stilimin. E di çfarë më kujtove disa video në disa vende të huaja që edhe godasin klientin. E shes atë mirë që jemi. Ani është shumë i kujdesshëm dhe nuk... Shiko, se ne përpiqemi të shtojmë pak batuta e kështu, po ju e dini që ne jemi njerëz shumë serioz. Por kur shikon çdo lloj gjë dhe shikon në detaj se si punohet, aty është edhe më interesante. Se s'para na qëllon që të shkojmë në një sallon meshkush për të parë stilime flokësh. Okej. Tani pothuajse u përfundua. Tashi pothuajse u përfunduar si prerje, normalisht kjo si stilim duhet ta thajmë dhe duhet pastaj të shkojmë të aplikojmë para disa produkte që të krijojmë një efekt sa më kaçurel. Po. Janë disa të produkte. Po. Një gjë e veçantë e kaçurelit është që mund të krijohet në dy mënyra. O me një tharje natyrale komplet, çfarë do të thotë, që neve aplikojmë një produkt ke flokët dhe gjatë stinës verës sidomos, e lënë të thahet në mënyrë natyrale. Po. Dimër pa tharse. Kjo është mënyra më korrekte, sepse nuk shkojmë me krijuar një efekt elektrik ke floku. Dhe nuk fryhet. Dhe nuk fryhet. Krijon me vërtet e ondën natyrale, si sidomos kur shkon det me ujin e kripur detit, ai të jep një efekt që është fantastik. Fantastik të çunat, po të më shohësh mua, bëjmë si Luan. Në ujin e detit. Jo. Po që është e vërtet që uji i detit i thekson më shumë kaçurelat dhe ondet. Dhe kjo çfarë do thotë që dimër, duke mos pasur atë efekt, do shkojmë ne ta krijojmë me një difuzor si mund të jetë, që është një vegën pune që gjithë njohim. Dhe po bën atë. Mund të filloj ta aplikoj? Po, pa merak. I kemi marrë masat. I kemi marrë? Do jetë pak zhurmë. Okej. Gjëra që ndodhin. Po, patjetër. Tani po përdor produktin e parë që është? Është një krem për flokë kaçurela. Okej. Ai e ndihmon për stilim apo për zbutje, për mbrojtje? Për stilim, jo, kjo është tamam për stilim. Për stilimin e flokëve kaçurel. Po. Dhe kur përdorim aplikimin e kur shkojmë me aplikuar produktin, duhet dim se si të aplikojmë, se shumica e personave nuk informohen nga stilistive, nga parukeri, nga berberi, si të aplikojmë në mënyrë të dytë, produktet në shtëpi. A mendon që produktet, sado që mund të jenë të shtrenjta, ndikojnë pak negativisht kur përdoren shumë? Po, çdo produkt varet, nuk do të thotë se produkti kushton shumë, atëherë është ideal për ne. Çdo flok ka produktin e vet. E kur thash që ka kostume të larta, që është më profesional, normalisht presupozohet që të jetë edhe më i mirë. Po që edhe në ato raste, do të kemi kujdes mos ta teprojmë. Ose ta qetë eksakt, qetë produkt që është për të punë. Sepse unë nëse ke një floku drejt, përdor një produkt për flokë kaçurela normale, sa do i shtrenjtë të jetë ai produkt, po s'do bëj punë. Do të ketë një efekt jo logjike. Dhe më pjesën e kaçurelave. Urojmë që zhura mos jetë bezdisëse. Jo, s'ka problem, po thoya që urojmë që zhura mos jetë bezdisëse për publikun, po edhe pak kemi dhe mbaron, kam përshtypjen pjesa e stilimit, se ne jemi përpjekur të bëjmë çdo fazë të mundshme të stilimit, dhe kjo përfshin edhe pjesën e tharjes
dhe realizimit të plot të pjesës së kaçurelit. Që tani po merr më shumë formë, po del më në pa. Është e vërtet. Po, kemi dhe shumë? Okej, dhe pak mbaron pjesa e fare. Jo, shumë mirë jemi me kohë, shumë mirë, thjesht për ta ditur. Po, jo, s'ka problem. Por? Amarildo? Sa ko ke që i mban flokët, të bëjmë një pyetje, sa ko ke që i mban flokët që të gjatë, me kaçurel? Si? Amarildo, apo jo, s'dëgjoni ju. E mi mbaroni si pastaj ju pyes pastaj. Që tash të përfshija pak në bisedën Amarildo. Amarildo. Për të marrë, po jo, s'ka gjë, mbaro pjesën e tharjes. Që të marrë, që temi edhe një përgjigje nga një person që me të vërtet i ka në përditshmëri flokët kaçurel. Sa ko ke Amarildo që e mban këtë modelin që kaçureli është pak më i dukshëm? Një vit. Është praktik? Më thënë? Po, nuk është në gjë. Okej. Mund t'ishtë i ka dalë lame, që është të vështirë të mbashë flokë. Po të pëlqen, domethënë të e bën thjesht prej trendit apo me të vërtet të përshtaten ty Jo, thjesht edhe ndjesh për të mirë? bërë diçka më ndryshe. Për ta ndryshuar, po. Që të mos jeni gjithmonë një lloj. Po. Tani ti çfarë përdore? Përdora një Power Powder. Puder, që është puder për flokun, për me dhëmë më volum dhe më efekt natural. Dhe ajo është thjesht për pjesën e volumit, nuk Po. është me efekt ngjitës që Jo. bëhet. Varet gjithmonë nga sasia që ne përdorim. E di ti që unë bëj diçka kur më mungon kjo pudra Bu- për volum, përdor pudrë bebesh. Duke e vetëmja. E bëj Duke e diçka. vetëmja bëjnë. E po e kanë kopjuar nga unë atër, se s'ka unë. Sa thuhet. Unë e m'ka të parat. Jo, është një metodë që më mirë. Mendon që jemi drejt fundit, apo Po. kemi akoma? Okej. Jemi drejt fundit. Ky ishte stilimi që realizuam për sot, më saktë realizoi Ani, profesionisti i New Generation, që vjen her pas here këtu në studio për të na demonstruar stilime të ndryshme, jo vetëm për djemt, sa ai në fakt është specialist edhe për flokët e vajzave, për flokë të gjatë, dhe kujdeset edhe për to. Por sot kishim momentin e stilimit të një floku kaçurel tek çunat. Përpara se sa domethënë ta mbyllim me rubrikën e patjetër duhet të heqim edhe përparsën e t'japim pasqyrën Amarildos që të shohë rezultatin, pavarësisht se ai e ka parë dhe herë të tjera vetën me flokët kaçurela. Po për na dhënë një koment, pse jo? Shkurt. Prit. Okej. Osmik. Tani është momenti. Tani është gjatë. Nëse ke ndonjë gjë, ndonjë kritik mund ta thuash? Jo, shumë bukur. Thuaj. Kjo thuaj. Thuaj të ma thuaj. Jo, për zërës. Asë e di Jo, shumë. Amarildo duket që në fytyrën e tij që portret që e ka kërkuar me të vërtetë rezultatin. Faleminderit. Dhe ishte një kënaqësi që ju kisha të mbyllë në studio. Ju mirpresim përsëri. Edhe Faleminderit. punë të mbar. Faleminderit. Punë të mbarë dhe ju. Falenderoj për ftesën dhe të përmirë tjetër.